Përshëndetje miq, ju përshëndes nga zemra e Stambollit. Momentalisht gjindem në parkun publik që quhet Emirgan Korusu. Është një park publik për popullin që në fundjavë jo vetëm banorët rreth, por edhe turista nga kudo vinë për të bërë fotografi sepse parqet publike të Stambollit janë të zbukuruara me lulishte të ndryshme. Ja çfarë mrekullie është. Patjetër që këtu është një park në brigjet e Bosforit, ku është afër kalasës së Rumelisë dhe siç ju kam theksuar gjithmonë, kudo në provincat e Stambollit ka pasur shqiptar të vjetër, të cilët këtu kanë pasur edhe pronat e tyre dhe çikliqjet e tyre. Ja shikoni sa njerëz ka, o Zoti i Madh. Të ecësh kështu, e shoqëruar nga lulet, është një mrekulli. Ja ta kthej pak të shikojmë lulet. Po ju prezantoj me parqet publike këtu në zemër të Stambollit. Ja shiko sa bukur i zbukurojnë. Në përgjithësi Stambolli është një qytet i mbushur me ndërtesa, qoftë ndërtesa historike apo moderne, por në zemër të Stambollit, në provinca të ndryshme, në çdo provincë gjenden parket publike, megjithëse nuk janë të mjaftueshme për popullsinë që është këtu, por sidomos në pranverë, tani në muajin prill dhe maj, parqet janë të lulëzuara me lule të ndryshme. Bak Melisa şunu dedim ben. Şuradakine mi bakıyorsun? Sen mi bakıyorsun? Melisa orada bak. Şuraya ya buraya da gel. Buraya da gelsin. Şeker çok güzel. Annen nerede senin? Annen, sizlerde mi? Annen nerede yavrum? Dolaşma yalnız. Përshëndetje nga lulishtë dhe mrekullueshme të Stambollit. Sabahleyin kalktım dinle ki ben yataktan ayaklarım şiştim ya. Sonra.